Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me fermerët dhe sipërmarrësit rural në qarkun e Beratit, ku theksoi rëndësinë e agroturizmit dhe bujqësisë si shtylla e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Sipas tij, Shqipëria do të përfitojë fonde pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në 300 milion euro në vit, një indeksion financiar që bën të transformojë ekonominë rurale. Se një rekord e kam unë, dy kam fakt, dy kam rekorde, një e kam botëror, një e kam rekord kombëtar. Dini kush jam? Rekordi im botror është që jam piktori më i mirë mes kryeministrave të gjithë botës. Edhe jam kryeministri më i mirë mes piktorëve të gjithë botës. Këtë s'ma merr dot njeri. Do thuash ti po i vetëm ti je, nuk ka rëndësi. Ky është Guinness. S'ke pas konkurrencë. Rekordin kombëtar që kam që të gjithë kryeministrat nga 1912 deri sa kam marrë unë këtu, ti bashkojnë të tërë kilometrat që kanë bërë nëpër Shqipëri, janë nuk e di sa xhiro mbrapa meje, sepse dhe Berati, qarku Berati sot mund të ketë ka plot probleme pa diskutim, por nuk gjifet nga pikpamja po sa pika grumbullimi kishte, sa kishte kur ne kemi filluar punën, sa kishte pika, ku imagjinoi dot kjo? Rama më tej tha se ka dy rekorde, një kombëtar dhe një botëror. Sipas tij, ai botërori ka të bëjë me faktin se është piktori më i mirë mes kryeministrave në të gjithë botën dhe kombëtari është përparësia në projektet infrastrukturore. Dhe në raport me ju, në raport me fshatin, BE-ja, ju e keni parë vetë, BE-ja në atë mbështetje që na ka dhënë, që është shumë modeste në krahasim me çfarë mund të marrim ne si vend antar, ka qenë praktikisht çelës për shumë gjëra që kemi bërë apo jo, me mbështetjen e AZBR-s. Ne nuk kishim fare agroturizëm, nuk e kishim fare si nocion. Sot kemi një rrjet të tërë agroturizmash që duam t'i shtojmë dhe t'i shumë fishojmë, sepse është një ekonomi shumë e shëndetshme agroturizmi dhe i jep jetë shumë zonave dhe shumë pikave, duke stimuluar njëkohësisht prodhimin edhe përpunimin. Por nuk do t'i bënim dot, nëse nuk do t'i jepnim mundësi atyre që i ndërmorën të parët, tani e kanë mësuar edhe është okay. Domethënë nuk ka nevojë shumë t'i mbushësh mendjen se çfarë vlerë ka agroturizmi, por në fillim nuk do t'i bënim dot nëse nuk do t'i jepnim atë mbështetjen me grante e të tjera. Po keni parasysh ama një gjë që sot nëse i kthehemi pak mbrapa llogarisë, ne kemi marrë nga BE-ja mbështetje shumë më pak se 200 milion euro në total në vetë, shumë më pak. Dhe në gjithë këto vite. Në momentin që ne bëhemi anëtar të BE-s, se kjo është diçka e llogaritur, 300 milion euro në vit janë vetëm për fshatën e përburësi. Llogariteni se çfarë ka përcimi eksponencial. Llogariteni se çfarë kapacitetesh na krijohen ne financiare.